tani do të flasim për një temë që në të ardhmen mund të bëhet realitet ynë. Bitcoin është një nga fjalët më të dëgjuara vitet e fundit. Për disa është ardhmja para rast, të tjerët e konsiderojnë investim me rrezik të lartë. Por sa dim realisht për të? A mund të pasurohesh nga Bitcoin? A është i sigurt dhe a duhet të investojnë shqiptarët? Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, sot kemi në studio ekspertin e teknologjisë Shahin Dokuzi. Mirë se erdha. Faleminderit. Për njerëzit që nuk e njohin këtë treg, por dëgjojnë vazhdimisht fjalën Bitcoin, si do ta shpjegonit me fjalë të thjeshta? Tani Bitcoin është një monedhë, sikur janë rreth 50 milion monedha të tjera, kur 10-20 mijë janë aktive, pra kanë emra të ndryshme, Ethereum, Bitcoin e tjerë, kur çdo mund të krijojë një monedhë, u bë që të rinë disa edhe skuadrat e futbollit, le të themi Inter Milan, krijonin monedhën e tyre me idenë se njerëzit do t'i blinin. Pra është thjesht një monedhë jo e prekshme siç kemi euron apo dollarin apo lekun, është një monedhë virtuale, pra le të themi teknikisht e pa prekshme. Përdoret për transferuar, sikur përdorim aplikacionin e bankës për transferuar euro dollar, edhe ajo përdoret për transferuar asetin e vet. Ideja ose synimi ka qenë që të kishte një monedhë që mos ishte varur nga bankat, pra ndryshimi është nëse euro, leku printohen varësisht inflacionit, pra shteti printon sa i duhen e tjetër. Në këtë rast ka vetëm, le të themi rastin e Bitcoinit, janë 21 milion Bitcoin dhe nuk janë më shumë, pra nuk mund të printosh sa duash. E veçanta ose e mira e kësaj është pasi nuk kontrollohet, pra nëse në një moment shteti mund ta nxjerrë lekun jashtë funksionit ose mund ta mbledhë, Bitcoini nuk ka njëri akses kontroll, pra nëse unë do dua të bëj një transfer, të dhuroj para, teknikisht po t'jap nëpërmjet bankës do duket kush është transaksioni, kush e bëri, në Bitcoin është private. Prandaj edhe për këtë gjë pëlqet apo ishte synimi vet, pra që gjithë t'i çojnë para kujdo pa u marrë vesh. Çfarë bën të ndryshme nga euro ose leku? Teknikisht euro dhe leku kontrollohen nga bankat. Pra kur ne depozitojmë 10 euro në bank, banka le të themi ka të paperin ose kompjuterin e vet dhe mban shënim që ky person depozitoi 10 euro. Ndërkohë që unë me Bitcoin mund të nis pa e marrë vesh njëri. Pra, teknikisht është private, gjë që gjithë e duan privatësinë, ishte edhe qëllimi kryesor. Është e pa, le të themi, e pa gjurmëshme, pra nuk dihet kush është personi mbrapa. Ka fi shumë të ulta, pra nëse unë dua të nis para dikujt në Amerikë mund të ndoj brenda javës, ndërsa me Bitcoin mund të ndoj deri në gjysore, pra mund të shkojë që nga 1 minutë. Fit janë më të vogla, pra për të njëjtën shumë, nëse bën një transfer bankare, fija është shumë herë më e madhe se sa me Bitcoin. Kështu që prandaj pëlqet më së shumti e ka për privatësinë. Normalisht që nuk përdoret vetëm se problem diçka private, ajo përdoret ose është krijuar më së shumti le themi edhe për të shitur armë, drogë online dhe asnjë nuk e merr vesh, pra le themi nëse teorikisht Amerika nuk e mbështet një rast hipotetik. Armë, drogë online me Bitcoin. Një rast, nëse Amerika nuk e mbështet Rusin, duke qenë se sulmon në Ukrainën. Hipotetikisht apo në media. Ndërkohë që teknikisht mund t'i çoj para me Bitcoin që Rusia të blejë armë të sulmoj. Pra le themi teorikisht Amerika thotë të Rusit që ne nuk të ndihmojmë, nuk bëhet fjalë etj të sulmosh Ukrainën, ndërkohë që teknikisht mund t'i nisi para me Bitcoin. Pra politika nuk është krejt sikur shikohet. Fakti që ka hyrë Bitcoin dhe ky është i gjithë synimi apo pse e kanë bërë prapa skenat që kushdo mund t'japi para kujdo pa u diktuar. Pra teknikisht le themi nëse unë dua të ndihmoj dikë për bler, le themi vetë fjalë për fuqi të mëdha për bler armë, ndërkohë që në televizion dali që ne po e dënojmë Rusinë, po i vëmë sanksionet, me Bitcoin mund të nisi para sa të doj, kështu që teknikisht ndihmon nga mbrapa dhe nuk është se e merr njëri vesh. Kjo është edhe ana e errët ose arsyeja sepse do të thënë ne përdorim Bitcoin dhe nuk është se do të mund ndoshta ndonjëherë ta hiq. Po pse njerëzit në mbar botën po vazhdojnë të kenë interes për të dhe pas kaq vitesh? Pa le themi shumica normalisht mendoj se do fitojnë, pra sot nuk ka më fitime thjeshta. Dhe këtë doja të pyes. Edhe fiton nga Bitcoin. Shiko, çdo gjë është e bukur ku del, pra nëse do ta kishim bler në fillim nga kurioziteti apo si një gjë e re, do të kishim fituar. Sot nuk është se mund të fitosh, okay, mund të fitosh, por është nuk është thjesht. Le të marrim rastin nëse blem gold, pra flori, nëse blem naftë, do ta dim që u ngushtua kanali në Iran, teknikisht kjo do të sillte që nafta do t'i rritet çmimi. Pra është diçka e prekshme, domethënë, ndërsa Bitcoin rritet vetëm nga fjalët, nga influencer, le të themi, ishte zgjidhja e Amerikës. Trump tha që unë do ta mbështes Bitcoin. Teknikisht unë mendoj që Bitcoini do të rritet dhe shkojë e ble. Pra Bitcoini është
aset që nuk varet nga gjëra të prekshme, varet vetëm nga fjalë. Mos harrojmë pjesën që Trump sapo erdhi në pushtet, duke qenë se loboi shumë që do t'i mbështetëte kriptomonedave, ai dhe familja e tij krijuan Trump më së pari krijoi monedën e vet Trump. Bleu 80% monedave dhe pas 3 ditësh i shiti dhe humbën të gjithë njerëzit. Pra, ai fitoi rreth, nëse ka hedhur shkurt një kull Trumpi, ka fituar 80 kulla, pa ai kishte 80% monedave Trump Holding në Holland. Pra vetë presidenti i Amerikës, le të themi, i bëri një gung shumë të madhe dhe shumë para, do thënë miliarda mendoj që humbën vetëm nga moneda e tij. Aktualisht si janë vlerat e një bitcoini nëse do të konvertoheshin në para? Bitcoini ka dalë me 0.01 le të themi, për dojmë euron për më kollaj, vitet. Më parë ka arritur deri një 120.000 euro le të themi, vjen 2025, tani ka vajtur rreth 65.000 euro. Siç e thash, nuk është se varet nga diçka fikse, prandaj edhe ka një risk të lartë, varet pra le të themi, mund dali përsëri Trump apo kushdo qoftë që të bëjë një prenoncim që unë do të mbështes të gjë këtë gjë dhe njerëzit me shpresën se do të rritet e blejnë. Le ta krahasojmë me një gjë thjesht, pra nëse ti e shikon që çmimet e apartamentit tjera po rriten, thua po blej një apartament, a jap me qira sepse do të rritet, pra varesh nga diçka që çmimet do të rriten, fitimet do të statike, pra është një gjë e prekshme, ndërsa me Bitcoin thjesht mund të flasi dikush i lartë, bukur e tjerë dhe ajo do të sjellë rritjen ose rënje, pra nuk është e prekshme, prandaj edhe ka një risk shumë të lartë. Pra asnjëri nuk e di se si do të jetë nesër. Do të thënë është si të luash jackpot, shor të vësh një lotë dhe shpresësh 30 minuta si do dalë, ose të hedhësh tani dhe të presësh nesër sa do jetë, sa do ditë e tjerë. Pra nuk është diçka e prekshme. Sa realist është miti i pasurimit të shpejtë që shohim në rrjetet sociale? Normalisht para mund të kem bërë ata që e blen në fillim ose që bën mining, pra nëse unë jam IT them çfarë është kjo gjë e re, mund ta kuptoj para të tjerëve dhe kanë bler ose janë paguar në ato monedë për punën që kanë bërë. Normalisht që iku ajo kohë ku do fitonin, pra të parët kanë fituar, ndërsa tani është vetëm le themi është tamam një mit, nuk është se do mund blesh, plus që po ta llogarisim edhe me buxhetin që kanë shqiptarët, sa kursime mund të ngeli, pra që të fitosh Bitcoin nuk mund të hedhësh 1.000 euro. Nëse blen le të themi 1.000 euro, do të rritet 5%. Le të themi more 50 euro, çfarë janë? Do të thënë rritën për një muaj apo çfarë. Pra nuk janë asgjë. Bëhet fjalë që ti të hedhësh 1 milion euro dhe ai 5% është 50.000 dhe ti fitove. Pra nuk ka sens luash me shumë të vogla tani. Pra le të themi nuk është se mund bësh para. Kush i bleu në fillim që ishte shumë lirë si pa dashje, si nga kurioziteti, si për është paguar për diçka, ai ka fituar, se normalisht nëse ka bler me 1-2 apo unë kam bler që ku ishte me $170 dhe ka vajtur 65.000, po unë se kam bler se do të fitoja. Thjesht e kam bler se janë paguar për i punë, thanë paguajnë Bitcoin, pra komplet është kush e mori që në fillim. Sot nuk është se mund të bësh para, se që blesh do të hedhësh le të themi miliona euro që ajo 1% që 2 të tjetë në disa mijë euro, do të thënë nuk bëhet fjalë që unë të hedh 5.000 euro dhe të pres 3 muaj të fitoj 100 euro, do të thënë që nuk hyn gjë askujt, do të thënë. Në fakt doja ta di se cili është gabimi më i madh që bëjnë fillestarët kur futen në tregun e kriptomonedhave. Gjithë futen me idenë se çfarë humbën, pra duke marrë ose duke parë që ky ka fituar, të futem edhe unë, sepse mos ta humbas rastin, por që nuk është kaq e thjeshtë, pra cilat janë vështirësitë? E para është mashtrimi. Duhet të kesh kujdes, ne kemi shumë raste dhe plot në Amerikë, në Europë, kudo. Që unë mund bëj le të themi një platformë fikse, sikur është platformë që blen dhe shet kriptomoneda. Asnjëri nuk mund ta dallojë, ose le të themi përdoruesi i fundor nuk e dallon. Hyn tek platforma ime, blen kripto. Ndërkohë që ato nuk janë të sakta, pra ai nuk i merr më paratë veta. Siç e tha që ti investosh duhet të kesh shumë njohuri financiare, teknikisht duhet të jesh IT që ta kuptosh një farë forme si funksionon, ose mund të jesh ekonomist që ka shumë njohuri financiare. Duhet të ndjekësh shumë lajme, pra të luash me kripto aset është le të themi një profesion me vete, nuk mundesh thjesht bësh një punë tetor dhe po luaj pastaj ose po hedh parat në. Me çfarë shumë fillestare duhet futet dikush të investojë në Bitcoin? Shiko, nuk është se ka shumë fillestare, po siç e thanë, nëse unë hedh 1.000 euro se aq kam kursuar, okay, le të marrim një njeri që punon tetor mesatari në Shqipëri, do punoj disa muaj, do kursej 1.000, dhe se do të rritej rreth 5 ose 10%, do të fitote 5 euro ose 100 euro për rreth e muaj, ndërkohë që nuk i hyn fare në xhep, le të themi. Ose pra që të investosh, duke qenë se rritja
mund të jetë disi përqindje vogla, duhet të investor shumë që ajo të jetë e ndjeshme. Pra nëse një shqiptar ka kursuar 5.000 euro, e ka shumë më kollaj tapi një dyqan, blej rroba apo një produkt. Dhe themi ta shesi dhe di që nga ai produkti do të fitoj dhe ka të sigurt, se sa me 5.000 euro të hedhi në Bitcoin ose duhet presi shumë vite, gjë që nuk ka që po u rritëm. E kuptoj, po Bitcoina duhet parë si një investim afatgjat apo si një mënyrë për të bërë para shpejt? Jo, është normalisht investim afatgjat dhe prapë edhe aty nuk është se është e sigurt. Se teknikisht po të ishe e sigurt, ishim hedh vetë ke Bitcoini dhe kishim pritur pastaj ku të shifrshonin vetë, domethënë. Kishim lënë, unë them si disa herë ta dinte se sa do shkojë, kisha lënë Shqipëri peng Bitcoin edhe do ishte rritur. Pra asnjëherë nuk dihet. Aty është hidhi edhe po doli nesër, po u rrit. Nesër domethënë pas shumë viteve nuk është se është. A duhet edukimi mirëfillt financiar apo mund ta bëj kushdo për të futur në këtë treg? Jo, duhet edukimi i mirë, dhe shumë i mirë, jo vetëm edukim. Pra edukimi është pjesa fillestare, pastaj duhet t'i ndjekësh, pra le themi marrim rastin. Mund të disa nga ato se çfarë mund të ndjekin? Jo, ka shumë faqe që flasin me Bitcoin, thjesht duhet pash parasysh që të jenë faqe të sakta globale, pra ka lloj Duhet që se ka dhe shumë faqe mashtrimi. Po, patjetër. Dhe ndaj doja të na flasësh pak ti. Që të jemi pak më transparent me të gjitha ato që duan të futen në tregun e Bitcoinit. Duhet të ndjekin shumë lajmet, nuk është vetëm edukimi, le themi tani nëse kanali Hormuzit u hap, i bie që çmimi i naftës do të ulej. Pra u varr nga një fakt, ndërsa edhe Bitcoini varet nga shumë fakte, domethënë, por që duhet që të lexojmë. Pra tani është koha e mirë për shembull për të blerë naftë nga që ul, jo se thjesht ul, po ul se ndodhi një fenomen. Pra edhe për të blerë apo për shitur Bitcoini duhet ndjekësh shumë lajme, shumë fenomene të botës, pra nuk është thjesht bëjmë tetor një punë gazetari le themi dhe më vonë hajde blem nga kafja Bitcoin. Pra është profesion me vete. Ne dimë që në bursat e New Yorkut apo në Barcelonë ku janë njerëzit të rinë para ekranit gjatë gjithë kohës, ndjekin lajmet, shohin dhe shifrën më të vogël. Le themi kush investon është profesion më vete, nuk mund të thjesht po hedhun këto para dhe po rrit mirë, po ul mirë. Domethënë është duhet ndjekësh çfarë do lloj lëvizje, lidhet Këshilli Evropian bën një ligj të ri që e mbështet ose kontrollon, për shembull Europa tani do ta kontrollojë, nuk do që ta lej maq private, njerëzit tërhiqen, ose le themi nëse ka një krizë globale të parave, ose investitorët trembe thot parat do të mund t'i bie vlera, hajde të blej gold ose hajde të blej Bitcoin se nuk e kontrollon, pra nuk është aq e thjeshtë. Duhet lexosh lajmet, duhet lexosh histori, gjithçka që mlidhet. E kuptoj. Sot na shfaqen reklama të shumta që premtojnë fitime maramendse. Si duhet ta kuptojmë ne që janë reale ose janë mashtrime? Që kur shfaqen reklama dihet që janë, do të thënë përfitime maramendse apo merret tani se do t'i absolutisht që është mashtrim. Bitcoini nuk është se e rrit njëri, pra unë s'mund të të bëj ty reklam që blie tani se do rritet, unë nuk e kontrolloj Bitcoinin. Pra nëse dikush thotë që blie tani se do rritet, dije që është mashtrim. Pra nuk e kam dorë as unë askush ta kontrollojmë atë aset. Normalisht gjithë mund të hiqen sikur japin mend, teknikisht ndodh edhe në Shqipëri, le të themi është një fenomen që sot e ke biletat me 20-40 euro, mund shkosh edhe në Dubai me 100 euro të fluturosh, bën një foto atje në një hotel, me një jat me qera, hiqesh sikur ke para, edhe thua që gjithë të ardhurat i kam nga Bitcoini. Pra le themi unë mund të shpenzoj 500 euro të dukem sikur bëj një jetë luksi, dhe të gjithë do më shuaj si bëra, unë i themi bëra nga Bitcoini, më jetë azëm X para mujore që të mësoj, ndërkohë që unë nuk kam mend fare ose lexoj një lajm janë një skot sa për ta justifikuar. Edhe shumë veta po e bëjnë, edhe po ndiqen nga policia, pra ka shumë raste që po ndiqen nga policia, disa të raportuara edhe nga unë, marrin zyra le themi tek ambasador të reshi që të duket sikur jemi në një vend lart, i kemi bërë para nga këto, ndërkohë që mblidhen 5 veta paguajnë nga 100 euro mbarin një zyrë. Shkojnë le themi në vende që janë shumë, është Dubai, por është Shqip, qofse do të marrësh një makinë me qera apo një jat me qera, mund t'i marrësh me 5 veta nga 200 euro, 1000 euro mori aty, ri bëjnë vajzat foto dhe duket që ne kemi shumë para e bëjmë, pra bën një jetë fake luksi ose raportojnë atë gjë dhe thonë, pra ne kemi raste të vajzave që thonë punoja nga fura e bukës, pa njohuri fare ekonomike apo diçka, tani un jam ose paguajn për Bitcoin, gjë që po ndiqen nga Ministria e Financave për mashtrim se nuk kanë fare licencë. Po, cilat janë mashtrimet më të zakonshme që po hasim në Shqipëri dhe në rajon? Përveç pjesës që marrin telefon të mashtrojnë sikur janë ekspertë etj, është edhe pjesa që hiqen sikur bën një eklusi, pra nëse unë dal tani në televizor, dikush
mund thotë që ky ka një ori, unë mund ta gënjej pra. Unë nuk e di nëse do rritet do ulet, po i them më paguaj se do të mbaj ta detuar, mund të nis një lajm kot një ca kosa për ta mbajtur etj, po teknikisht unë se kontrolloj Bitcoin. Unë do t'i marr lek kot, thjesht ai beson që unë jam ekspert, domethënë teknikisht unë mund të jem teknikisht ekspert, po jo se kam në dorë se ku do t'ulet apo ku do të rritet Bitcoin. Kështu që nga këto duhet pasur merak. U kisha edhe një rast nga këto mashimet online që hiqeshin vajzat sikur bënin një jetë luksi. Një vajzë që erdhi nga Italia, por shqiptare, kishte ngatuar zyrën dhe me disa blloqe sepse ata që e mësonin azyrën e vet nuk i jepnin, domethënë. Erdhi tek zyrja ime dhe thoshte unë kam investuar dhe dua të marr etj parat, ndërkohë që tha dhe pikën kur kishte investuar, e kishte dhënë teknikisht Bitcoinin e vet ngabuar, tregon një adres që nuk ishte fare, pra mashtrimet. Po, shqiptarët për shqiptarët vet, po patjetër. Sot është shumë e kollaj, pra mund të bëj një platformë si dua, mund të ishem sikur kam shumë para, se marr një motor me qira, mund të bëj foto të bukur, marr një makinë të bukur, them është e imi, ai gjeneroj me ai, ti thua u sa lek pas ka bërë ky fakti që unë shkoj në një hotel bukur, bëj foto. Këto janë thua hajde ta paguaj këtë, patjetër. Kështu që duhet të kenë. Pra nuk e ka asnjëri në dorë fatin, pra nuk e kam unë që shkoj bëj foto të bukur në se rrita unë Bitcoin, as se unë. Mund të kem një ori teknike, si mund të punohet etj, çfarë mund ndjekësh, por që jo të paguajmë, domethënë, njerëz, sidomos kur nuk kanë licencë. Këtu asnjëri nuk është i licencuar, Republikën e Shqipërisë, Agjencia Mbikëqyrësh Financiare, për dënë mend për këtë gjë. Janë gjithë mashtrimet. Po, patjetër. Tani un kam një USB. Okej. Ja, do shikoj ç'i kamerë. Sa para mund të mbaj kjo Bitcoin? Dhe themi po ta marrim Bitcoin, se teknikisht Bitcoin, po Bitcoin. Duke qenë se nëse marrim dhe monedat e tjera, kjo mund të marrë barat e gjithë botës. Nëse marrim me Bitcoin, Bitcoin ka një numër të limituar rreth 21 milion Bitcoin. Le të themi sikur janë 21.000 euro, nuk janë më shumë, deri 21.000 euro, janë 21 milion Bitcoin. Nëse marrim me vlerën e sotme, do të ishte rreth 1.4 trilion euro që të duheshin, nëse ne do harxhonim 10.000 euro në ditë, do duheshin rreth 375.000 vjet të harxhoheshin, do të thënë duke harxuar 10.000 euro në ditë, do duheshin 375.000 euro që të mbaroheshin gjithë to lek, kaq e madhe është. Do të thënë 1.4 trilion ose 1 trilion e 365 miliardë etj euro. Goxha. Do të thënë nëse harxhoje 10.000 euro në ditë, do doje 375.000 euro etj, dilin dhe një dinosaur, do të thënë që ti mbarohej gjithë to para, normalisht është shumë madhe, kështu që. Janë shumë amarramenca. Po. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Dhe do të jetë kënaqësi, do të jesh gjithmonë mirë pritur për të folur përsëri për Bitcoin dhe është rritur apo jo. Çfarë do ndodh me të? Falenderoj edhe një herë.